për na që kemi jetu Shqipëri nga 90-ta, s'paku une, për jetimin që çfarë kam pas. Unë nuk kisha dashur edhe njerë t'i kthehemi atij për jetimin. Ku nuk kemi as dëshirën më të vogël për të mbjellur një dru, nuk kemi dëshirën për të trajtuar kafshët në rrugë, nuk kemi dëshirën që po themi që të na pengoj bërlogu ose plerat në për rrugë. Unë mendoj që e kemi kalu këtë fazë. Kur e kalon këtë fazë, atëherë jemi në një fazë tjetër, në një Shqipëri që e bën paradigmën e re. E paradigma e re është një investim i amanit. Se kësi hotele të cilat janë ka 30 euro, 50 euro, janë hotele të cilat kanë pejkaluar momentin. Pra syse të gjitha vendet për rreth janë shumë larg nesh, edhe mu më jenë keq që Kroacia, Greqia po se po, që në të gjitha ujvesat e veta i ka fut hotelet dhe firmat më të mëdhaja. Malizi që është i vogël, po ka qenë në perandorinë e Jugosllavisë edhe e ka zhvillu turizmin. Po i ka dhënë vendet kryesore për kompanitë e mëdha. Mos flas për Kroaci. Mos flas për Portorozhin, i cili është një pik vend në Sloveni edhe që e ka bërë të gjitha. Na kundërshtojmë një gjë kaq të madhe, po refuzoj fare me fol për këtë punë. Nuk e du mendimin për arsye se na e kemi vujt 30 vjetë këtë gjendje. Dhe Arlindi më thot, hajde të ndërtojmë me druri. Pika druri për tjetuar atje si... Një pyetje kam unë. Në qoftë se Bregdeti shqiptar, zonat më të bukura se Bregdeti shqiptar, do ndërtohen nga këta miliardet, do jenë shumë shtrenjta, do vinë më pasanik të botës. Shqiptarët ku do lajnë? Lanë? Ku do shkojnë shqiptarët? Ku do shkojnë shqiptarët? Një vend bregdetar ku 2 milion vetë që kanë mbetur, të mos kenë më mundësi të shkojnë plazh. Po jo, më ku do shkojnë populli? Ku do shkojnë populli? E drejta për plazh është e drejtë e njeriu. Është e drejtë e njeriu. Është e drejtë e njeriu. Kur votës plazhi është e drejtë e njeriu. Kur sta votën? Po nuk kanë ti fare ku ja e votën ti. Plazhi është e drejtë e njeriu. Ju doni që në këtë ëndra tuaja me miliarder edhe që hajen edhe gjellë pasanikësh, ju doni që të ndërtohen struktura studiste të vinë miliarderët dhe ne gjithë po flasin për GDP-në që është që rritet shkojmë në kanal vogël nga 800 euro në 1200-300 euro. Po si është e mundur? Ku shkon? Po GDP-a rritet me kësi projekte. Se si rritet GDP-a ndryshe? Atë shpite drurit. Unë sa asgjë dhe mesatarisht kemi ngrënë 2 nga gjysmë pule. Kjo punë e GDP-s. Ka standarde më bashkohore të matjes zhvillimit që ndryshëm, sa thënë. A bën me na thirr herën tjetër që t'japim mendim e jo për shkrimet citatave. Unë jam për retorike dhe për shkrimet citatave. Retorika politike e ti është e ti vlla. Po unë po flas, unë mbaj përgjegjësi për atë që them. Unë s'po të ftoj që të jesh në t'jeni mendim me mua. Jo, ftoj ata që na dëgjojnë t'jeni mendim me mua. Nuk do jem se Shqipëria zhvillohet kështu. Dakord. Me drejta jote. Kjo është e majtë e viteve 60-ta. Kjo mënyrë. Është e majtë. Hajde të jetojmë gjithë bashkë. 66 vjet para. Ama në burr tani me këto. E kaloi 66. Përfundimet nga karria. Lëviz me kujdes pak dhe dorëzoj ato atje. Shiko, Batoni nuk do të nderuar të shikus, nuk do të vijoj pak minuta sepse te një. Jo, s'ke nevojë me dha arsyetim. T'lutem, faleminderit. Jo, t'lutem. Nuk e them. Faleminderit. Nuk e them dakord. Vetëm dorëzoj me kujdes ato që mos bësh zhurmë aty dhe të gjitha, faleminderit shumë. Ka një gjë logjike që nuk te kalohet. Aman grupi është më pasur se si kompani, se shteti shqiptar, se Malizi, se Macedonia bashk. Po, në rregull. Që do më të kjo? Kupton? Dhe kur të vjen aja ty, negocion me kryeministrin, jo me secilin pronar aty. Kemi Republik Bananers që vjen një kompani e madhe e na thot ju do mbillni banane. Atëherë do hani Republik Bananers. Ka problem. Vjen një aman aty, na vë gjithë vën rresh, vë kryeministrin, vë kryetarin e opozitës, vë mediat, ama nuk votot. Ka problem. E kam një në Kosovë që flet me vjenën ty edhe e shkatroj vendin. Edhe e shkatroj vendin. Njerëzit kanë vot besuar në Kosovë. Po, jo dorën zemën. Ora man mos i bini Arlind. Edhe pa i kërcënu njerëzit me vend e punës si Edi Rama. Jo, ajo vetëm që i kërcënon. Po është njeriu më i pasuksesshëm që kam pa në jetë.
në qeverisje. Po shpresoj që kur e merr pushtetin Kosovës mendojnë kundër të besa duket apo jo se. I don't care ç'a mendojnë. Unë e di sa të varfër janë. Dhe ti e ditë mirën e tyre më mirë se ata mirën e vet. Po, më mirë se ata vet, po. Është arrogante, kjo përveç se e pasaktë. Jo, unë du të jem arrogant dhe i sakt për këtë. Po dakor. Dhe ata problemi se votushit ma vone kuptojnë. Nuk po shpresoj që ti do ta bësh njëjtën gjë si Albin Kurti. Se nuk do të votoja kurrë. Po dakor, do votoj. Lindita përmendi jo 1 minutë. Lindita përmendi 1 minutë pra se kam diçka për të thënë. Lindita përmendi Kakomen. Shiko sa interesante. Ardhja e kompanive shumë të rëndësishme të huaja është shumë e vështirë në Shqipëri. Unë isha në Imara këtë fundjavë. Bashkia e Imarës kanë 90, nuk do të hapja sot të bisedë, por do ta bëja të njëjtën që vjen në një pjesë tjetër, por do ta bëj. 90 milion euro për të rregulluar hapësirën e vet. Atje në të gjithë vendin, duke filluar nga ku fillon Sazbret Llogaran deri poshtë, ka Imara të çan mushkonja. Nuk edhin as i larç, vjedhin dhe lekët e tendrave. Pra ardhja e tuajve është, ju të lutem, është gjëja më e vështirë në botë. Lindita përmendi Kakomen. Kakomen për shembull tani është duke punuar një arkitekte shumë e njohur amerikane me njeriu që e ka atë. Po dhe problemi aty ishte pronësia, nëse. Jo, s'ka pronësia, aty ka vetëm 800 metrash, e cila unë kam kaluar aty ja tani, se tani është një problem që e njoh. Kam kaluar edhe di çfarë thonë ata pse janë pronar. Dhe këtë duhet të shtrojnë si pyetje. Ty, edhe avokatit qofse e dini. Aty e di çfarë thonë, aty thonë jemi pronar ne sepse është manastiri afër. Ose është fshati më i afër tyni. Çfarë do të thënë kjo? Kanë këtu, po këtu kush ka pronësi tani aty? Fshatarët e tjerë kanë pronësi, mirë ka ardhur i ka bler Artur, si e ka ky? Artur Sheu, ka ardhur i ka bler. Po fshatarët kanë dokumenti hipotekor, kanë pjesë aty? Dimgje. A dim se ka linë protesta atje. Problemi është që shteti ka qeni pa drejt me katastrën. Se disa pronarve ju ka dhënë të drejtën e pronës të tjertë presin që 30 vite. Dhe këtu është problemi. Dhe problemi është të shteti i cili s'ka qeni kujdesshëm. Dhe normalisht njerëzit, kur për një interes malë... Po të vjedhë i kanë marrë, i ka uzurpuar pronën, i kanë shpronsuar. I kanë marrë me vendime gjykate. Po dhe më keq akoma. Ju lutem të themi, pra, kur erdhi Rama në qeverisje, betejë e tij e parë ishte për të bërë transparent sa i përket çështjeve të pronësisë. Ligjet për çështjen e pronësisë në dijenin time nga 7501 deri këtu ka pas mbi 15-20 ndryshime ligjore, bashkëngjitur këto dhe ligjin për investimeve strategjike. Në kuptimin dhe një task force. Me emër me mbiemër janë Lindita? Po, atëherë. Pronarve që ju është vjedhur toka? Në dijenin time kemi 2 tipologji pronash. Një të banorëve të Zvërnecit, që kanë qenë aty den babaden, që e kanë të trashëguar të paktën në 10 intervista që unë kam bërë, jo për këtë historinë e sotme, po për më herët, që kanë dokumentat e tyre për shkakun e përfitimit të pronës në mënyrë për shkak të trashëgimisë. 2. Kap me ligjin 7501 dhe në bazë si pjesë të kompensimit, në bazë të ligjit 7501, ata banor kanë paguar taksat, vazhdojnë të jenë të regjistruar të gjitha deturimet e shtetit dhe çështja e tyre në mos gaboj janë mbi 93 familje, të cilët kanë filluar, ka një historik të gjatë procesit gjyqësore, kanë filluar Sa vite kanë proces gjyqësor? Në mos gaboj ata e kanë hapur historia Po kush ja u ka marrë këtyre? Ky Sheu. Po pra, tani ku çfarë ndodh në këtë pjesën këtu? Banorët, një ditë të bukur kur shkojnë për t'i regjistruar, shohin që fillimisht është dhënë një vendim i gjykatave, sepse kemi edhe gjykatat këtu. Vendimi i parë zotërisht, domethënë unë kërkoj shumë ndjes për datën, por jo për vitin, është në dhjetor të 2003-shit. Dhe i referohej, paktën në rastin për një nga familjet Sheu, i referohej një dokumenti të vjetër të vitit 1942. Dhe dosja janë vendimet e prokurisë dhe sekuestrimit të prokurisë së Vlorës. Dhe dosja ishte ashiqare manipuluar, sepse ishte manipuluar vendimi për gjyqtarin e vrarë Skerdi Ekonomi.